Bllokimi i rrugës nga ana e viktimës së Egli Pashollari u bë moll sherrri mes tij dhe autorit të shpallur në kërkim Gazmend Buçpapa, konflikt që përfundoi me pasoja për jetën. Gruaja e Gazmend Buçpapës, autori i vrasjes me thikë të Egli Pashollarit, është marrë sërish në pyetje nga oficerët e policisë. Në deklaratën e saj ajo ka thënë se sherrri mes bashkëshortit të saj dhe viktimës nisi për shkak të bllokimit të rrugës. Në dëshmi ajo sqaroi se bashkëshorti i saj kishte shkuar për ta marrë në punë, pasi punonte menaxhere në një market në zonën e Ishparkut dhe për ta çuar për një vizitë mjekësore. Pasi ka hyrë në makinë, rruga ishte bllokuar nga mjeti i viktimës. Sipas saj, viktima ka dalë nga mjeti dhe i ka sharë dhe ofenduar. Fill pas kësaj, autori i cili është ende në kërkim nga policia, ka dalë nga makina dhe është përfshirë në një konflikt fizik me Pashollarin, ku e goditi këtë të fundit me thikë, duke i shkaktuar plagë të rënda me pasoja për jetën. Menjëherë pas ngjarjes, të përfshirët në krim janë larguar me automjetin e Buçpapës. Me pas makina është braktisur dhe ata kanë vijuar lëvizjen me taksi drejt banesës së tyre në zonën e Sharrës. Pas mbërritjes në shtëpi, Buçpapa është larguar dhe aktualisht është shpallur në kërkim nga policia.